Për hir vërtetës, ai që se ka marrë pushtetin në Amerikë ka filluar një ndryshim në ligjin amerikan shumë të fortë, sidomos në drejtim të imigracionit. Ai ka thënë edhe në fushat e tij elektorale si migrantët po abuzojnë nga sistemi, po marrin lekë në këtë kohë nga taksapaguesit. Ne e dimë fatkeqësisht se disa bashkëdhetarë tonë kanë ardhur në Amerikë, kanë bërë fëmijë për shembull në spitale amerikane mas pa paguar spitalet me lekë që kanë të tyre, po kanë përdorur të taksat amerikane. Pra kjo sidhje fatkeqësisht ka ekzistuar për dekada, po thojmë kështu, edhe po i jep një stop. Ajo që mua më shqetëson në thelb është fakti si kjo po ndeshkon popujt të tërë, edhe nuk përshkon në specific, domethënë momentalisht nuk kena informacion se kjo do të jetë specifike për ata që kanë abuzuar sistemin. Besoj se është e gabuar nga Shtetet e Bashkuara nëse për shembull do dënojnë një komb ose kombet e tjera, janë 74 ose 75 vende të botës në mënyrë të zgjerë, sepse ka shumë njerëz të ndershëm në ngrata një popull i tërë për shkak të këtyre personave. Absolutisht, edhe kjo është i sidhje si fatkeqësisht unë dënoj, por në këtë moment nuk kemi akoma informacione të detajuara, sepse siç e dini vetë, ky lajm ka dalë nga Fox News, si ka përdorur disa informacione të brendshme të Departamentit të Shtetit, edhe aktualisht e vetmja gjë e dim sigurt është se një memo e brendshme ju ka shkuar, po them kështu, oficerëve të lartë për konsulatet ose ambasadat amerikane për botë në këto shtete, ku ju kërkohet të refuzojnë momentalisht vizat e këtyre vendeve derisa të krijohen procedura të posaçme për të bllokuar këtë tip imigracionit që ka shkaktuar i dëm ekonomik Amerikës. Por më shumë bazohemi te fakti që pavarësisht publikimit nga Fox News u shpërnda dhe nga zëdhënësja e shtëpisë Bar Levi, pra që duket sikur i dha zyrtarizim. Patjetër. Do të thonë në këtë moment e dimë, kemi sigurt se kjo gjë po ndodh, por akoma detajet nuk i kemi, se nuk kemi një ligj të mirëfillt që është shkruar ose një urdhër ekzekutiv të presidentit. Pra kjo është bën nga në brendësitë e Departamentit Homeland Security. Aktualisht ajo që po duket se është e qartë është se kjo nuk prek investitorët, nuk prek vizitorët, nuk prek besoj ata që kanë procedurën, një pjesë të procedurës të aprovuar. Pra, ata që janë në rrugtim, pra në proces për marrjen e një vize, nuk i prek ata të lotarisë amerikane, të vizave të emigracionit, por jo turistike. Pra, për ta sqaruar më thjesht, kush janë ata që mund të shkojnë në Shtetet e Bashkuara? Siç e dini mirë, ekzistojnë dy tip kategorish, ekzistojnë imigrant dhe non-imigrant vizas. Ata që kanë imigrant intent, ata që po shpërngulen nga Shqipëria për të jetuar në Amerikë në mënyrë të përhershme, për shembull janë ata që janë bashkime familjare me dy burrë e gruaja, bashkime familjare me fëmijë, ata që kanë fituar kontrata punet nga kompania amerikane dhe i ka dalë green carta. Gjitha këto kategori, domethënë që i japin green carta në fundit, janë momentalisht të pezulluara. Kurse ato për shembull që janë kanë përdorur investimet, si disa kompani shqiptare, si nga ato kemi përfaqësuar dhe ne, ose ata që janë tuar në Amerikë për studiuar, ose vizitor, si janë non-immigrant, pra janë për një kohë të shkurtër si do të jetojnë në Amerikë, mund të jenë 1 vit, 3 vite varet, ata për momentalisht nuk preken dhe mund të vazhdojnë operacionet ashtu siç kanë vazhduar përpara. Ndoshta kjo me këtë vendim nuk besoj se justifikohen ndoshta non gratat e ardhshme politikanë apo zyrtarë të lartë, sepse kjo s'ka të bëjë me ta. Absolutisht jo, janë dy gjëra të ndryshme. Këtu po ndeshkohet një popull i tërë, për hir vërtetë po ndeshkojnë 75 vende të botës në mënyrë të gjerë, por besoj se do të jetë diçka e përkohshme, sepse besoj se janë dy analiza këtu, nuk është vetëm çështja e abuzimit të fondeve publike amerikane, është edhe fakti se çdo shtete që janë vënë në këtë listë, duket qartë se kanë edhe kanë grupe të strukturuar kriminale dhe janë vende ku kanë edhe importuar shumë krim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kanë dalë disa lajme në këtë drejtim, dhe po thonë se nuk është vetëm në lidhje me abuzimin e fondeve publike. Pjesa tjetër, besoj se shteti do të dalin me disa rregulla të reja, bela për këto shtete do të kërkohet një standard tjetër i garancive ekonomike nga ata që sponsorizojnë të afërtit e tyre, domethënë për të hyrë në Amerikë.